Po mendoj që tani fatkeqësisht ditëve të fundit, që brenda 3 ditëve ka ndodhur 4 vrasje, po duket Kosova apo një pjesë e Kosovës sikur të ketë skenat luftës. Dhe mendoj që janë shumë faktorë që ndikojnë deri tek këto vrasje që janë faktikisht katastrofale, me qenë se vepra më e keqe apo më e shëmtume apo më e rënda që një njeri mund t'ja bëjë një njeriu tjetër, është t'ja marrë jetën, me qenë se faktikisht me atak përfundon gjithçka. Por besoj që faktorë janë të shumë, duke fillu prej shkollimit tonë që është jo adekuat, sepse ne kemi pas raste, për shembull, mund po kujtohet momentalisht me një shkollë në Ferizaj, që është bërë një kontroll para disa kohe, dhe që janë gjetë, themi kështu, një seri e armatimeve, prej thikave, boksave të hekrit deri te armë të zjarrit, ndërsa nuk dim se ka pas ndonjë përgjegjësi të dikujt për shkak të lejimit të nxansave, sepse tek nxansat është gjetë ky arsenal themi i armëve, dhe nuk di ma ka dhënë përgjegjësi dikush, me qenë se sipas ligjit, nëse janë të mitur, në moshën 14 vjeçare ata nuk mund të dënohen, por prindët e tyre definitivisht nëse kanë ditur që ata po bartin me vetin shkollë armë të tilla, do duheshin të kishin procedura penale apo spaku kundërvajtëse. Pastaj janë faktikisht përveç sferës së edukimit ka edhe një ndikim jashtëzakonisht keq të një pjesë të politikanëve tanë, të cilët në raste të caktuara dalin, do thotë, në për pyjet e Kosovës, në për malet e Kosovës, me këtë që e quajnë hiking, që i bie ecje, dhe kemi pa publikime në media, publikime në Facebook, në rrjete sociale, ku me dhjetra prej tyre faktikisht gjuajnë me armë të tipeve të ndryshme, të llojeve të ndryshme, sikur të ishte gjendje lufte, dhe unë nuk di që është marrë dikush me ta, besoj që jo, që spaku të identifikohen ato armë kanë qenë me leje, pa leje, apo si është e mundshme që me dhjetra prej tyre të gjuajnë faktikisht dhe që mos ketë kurfar përgjegjësie askush prej tyre. Pastaj kemi pas raste të caktuara që gjithmonë janë bërë publike, që ka gjuajtje me armë të zjarrit të një pjesë të politikanëve apo të ish politikanëve në për oda, do thotë në neja të caktuara, dhe këto janë faktikisht raste të shpeshta dhe që japin krejtësisht një imazh tepër të rëndë, saqë dihet që fëmijët apo themi kështu edhe të rriturit në raste të caktuara imitojnë ata persona, por posaçërisht ka të bëjë me imitimin e tyre të personave në mosha të vogla apo të ri. Do thotë këto janë skena të cilat japin signale jashtëzakonisht të këqija dhe mund të jetë edhe një prej arsyeve tjera që na ndodhin këto raste është politika e dënimit në raste të caktuara për arbajtje pa leje është jashtëzakonisht e dobët themi, me qenë se dispozitat ligjore thonë krejtësisht diçka tjetër, që personi i cili mban armë të paautorizuar mund të dënohet deri në 8 vite, pastaj këto janë me shkallë të ndryshme varësisht prej rrezikshmërisë dhe prej llojit dhe sasisë armatimit, mirë por shumicën e rasteve janë dënime që mund themi edhe janë qesharake, do të thotë janë dënime me pak para apo dënime të kurzuara dhe nuk japin faktikisht kurfar signali tek të tjerë që nëse bart armë të paautorizuar, atëherë mund të pasojë një dënim, themi kështu, një dënim me burgim në një kozgjatje të caktuar që gjykata e vlerëson. Dhe janë nimëri faktorësh, do thotë jo vetëm që mund të identifikohet një faktor, por janë një sasi apo nimëri faktorë që na bi deri në gjendje të tillë dhe pastaj edhe në raste të caktuara, kur kemi akt akuzë të bazuar me të gjitha faktet, me të gjitha provat që prokurori paraqet në gjykatë, dënimet janë jo adekuate në bazë të rrezikshmërisë së veprës penale, sepse kur ja merr jetën dikujt, gjithçka ka përfunduar për personin i cilin këtë rast është vrarë, sigurisht dhe vujtjet të përjetshme shpirtënore të familjes së tyre, të familjarëve të tyre dhe të rrethit të ngushtë që i kanë njohur apo që edhe nuk i kanë njohur, por ndikimi do të është jashtëzakonisht i madh, saqë ka pasoja edhe tek ata të cilët nuk janë direkt të kyçur në ngjarje, qoftë në familjarët e atyre që kryjnë vepra të tilla apo familjarët e viktimave. Po faktikisht këtu mund themi që ka lëshime prej gjithëve, mirë po qeveria nuk është se mund bëj politika të caktuara, besoj që këto e në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, respektivisht të policisë, e cila ka obligim dhe duhet sa më shpesh që është e mundshme të bëj kontrolle të rastësishme dhe personat që tek të cilë gjenden armë të pa leje, ato të konfiskohen dhe të dërgohen tek institucionet përkatëse për të përballur me ligjin. Mendoj që ne vetëm në raste të caktuara që kemi ndalime, qoftë makinave, qoftë hyrje nëpër lokale të caktuara, që policia bën kontrolla rutinore, këto janë shumë tepër të rralla dhe për këtë arsye personat lehtësisht vinë deri te blerja apo deri te sigurimi i armëve
dhe është një lloj krenarie, do thotë që është krejtësisht e gabueshme, që dikush që mban armë dihet shumë i fuqishëm, meqense ai edhe e den apo mund ta di që dhe policia nëse ja gjen atë armë, do thotë nuk do të pasoj një dënim ku më di çfarë dhe për këtë arsye lehtësisht pranon që të rrezikoj të shkoj kudo që do të thotë shkojnë në vende të caktuara me armatim në brez apo kudo që e mban, sepse nuk i friksohet fare ligjit duke e ditur që të tjerët janë dënuar tepër pak apo themi kanë kaluar me pasoja shumë të lehta ligjore. Dhe mendoj që vetëm kontrollet e shpeshta dhe sigurisht që themi kështu dënimet jenë më të ashpra mund është të ndikojnë të parandalohen këto raste kaq stranda që po na ndodhin kohëve të fundit. Varësisht se si prokurori e kvalifikon, do thotë rastet më të randa janë të vrasjet e randa, që personi mund të dënohet prej 10 viteve deri në burgim të përjetshëm, mirë po ne kemi vetëm pak raste themi të situatave të tilla ku persona të caktuar janë dënuar edhe me burgim të përjetshëm dhe këto në shumicën e rasteve kanë ndodhur kur janë vrarë gratë, do thotë nga bashkëshortët e tyre apo persona të tjerë në situata jashtëzakonisht tronditëse, saqë përveç që themi pasojat për ato dy familje, për personat përkatës ka pasë edhe një ndjenjë tepër të rëndë në të gjithë qytetarët e Republikës tonë.